Këtu kultivohet rreth 800 hektar me mandarina, që quajtur Clementin, nga e cila merret një prodhim 16.000 ton. Kjo është e shtrirë nga Konispoli, ka Xara dhe Mursia sipërfaqen më të madhe, pastaj edhe fshati Vrin. Pra sipërfaqja 800 hektar ka tendencë të vejnë 1000 hektar dhe nëse sot marrim 16.000 ton, mendohet që për 6 vjet të marrim rreth 30-35.000 ton. Ku mendoj që do furnizojmë Shqipërinë, Kosovën, po dhe më tej dhe në Evropë. Ju konkretisht sa sipërfaqe keni? Unë bashkë me vëllezërit e mi kemi gjithsejt 22.000 pemë që i bie diku 40 hektar. 40 hektar. Ku përsa i përket Clementinës, Clementina është një kulturë ose mandarina e cila kultivohet në pjesën e Italisë, Spanjës, Greqisë, po dhe më tej. Kështu që në zonën e Xarës është një territor e cila është vetmja klimë, vetmi pozicion që prodhon këtë produkt që quhet Clementin. Është dhuratë e natyrës që nëna e ka dhënë këtë veçori. Clementina ka disa vlera të pasvendësueshme veç vitaminës C. Është një produkt i cili konsumohet dhe ka veti kuruse, jo vetëm si frut, po dhe përsa i përket të shijes, ambientit dhe lëkurës së njeriut. Duke qenë në profesion agronom, e njoh mirë veçoritë dhe vlerat e kësaj peme. Nga përfituohet mandarina është një kulturë paksa përbërësi e re, më duket portokalli është më i vjetër, ndërkaq mandarina si vjen këtu. Mandarina të paktën në zonën tonë ka ardhur para 55-60 vjetëve. Është kultivuar dhe ka patur plantacione me Clementin, po dhe me agrume. Kuptohet kultivarët në fillim janë sjellë nga Italia në atë sistem, kanë qenë mbjellë te kjo zonë, kanë qenë rreth 20-25.000 rënjë gjithsej. Domethënë sa ka mund sot, kishte gjithë ishte ndërmarrja bujqësore e Vrinës. Kështu që kjo kulturë ka tek ne rreth 50-60 vjet që është kultivuar. Kurse në Kosovë ka shkuar nga eksporti para disa viteve, nuk e di sakt, por dua të them që tregu i Kosovës për ne është tregu kryesor dhe tregu për cilën ne popullit të Kosovës.